Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës. Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16. Përshëndetje. Sot në një konferencë shtype i kryeministri Edi Rama deklaroi se nuk ka pasur asnjë presion nga ndërkombëtarët për çështjen Balluku dhe theksoi se nuk do të ketë frenim në rrugën drejt BE-s. Dua t'i siguroj të gjithë që nuk ka asnjë frenim në rrugën tonë të pandalshme drejt antarësimit plot në Bashkimin Evropian. Nuk ka as një diskutim lidhur me vullnetin ton për të vazhduar në rrugën që ne kemi hapur, pavarësimin e drejtësisë dhe në luftën reale kundër korrupsionit. Nga ana tjetër, është e vërtetë që ne kemi pasur debat me disa nga partnerët tanë lidhur me qasjen ndaj kësaj çështje. Diskutimet tona kanë qenë absolutisht konstruktive. Shikoj partnerët në sy në të njëjtën lartësi. Unë nuk më shkon mendja të shikoj njëri nga lart poshtë, po as nuk më shkon mendja të pranoj që të më shikoj njëri nga lart poshtë. Është shumë e thjeshtë. Ndër të tjera, Rama deklaroi: Unë besoj që deklaratat e bëra dje nga disa përfaqësi, si dhe nga përfaqësia e Komisionit Evropian, janë shumë të qarta. Leximi i bërë nga ata që kanë vënë kujën se u bllokua Shqipëria dhe mbaroi ëndra europiane është një lexim në rastin më të mirë pervers dhe në rastin më të keq i qëllimshëm edhe për të lënduar çdo që në fakt dëshiron suksesin në këtë rrugë. Nuk flas se ç'do të ndodhi në të ardhmen. Unë flas sot, në cilën nuk shohim që të ketë dalë dikush dhe të ketë thënë për këtë arsye këtu ne nuk ecim dot më parë. Në bisedën me gazetarët, kryeministri foli edhe për anulimin e garës për portin e ri në Porto Romano. Për sa i përket projektit të Porto Romanos, për fat keq në momentin e fundit kompania që ka kaluar gjitha fazat dhe duhet bënte ofertimin e fundit është tërhequr duke ju referuar situatës krizës, por i gjithë procesi është zhvilluar nën presion. Po jo nën presionin e Shtetit Bashkuar të Amerikës, siç thuhet, pa asnjë argument. Se nuk ka pasur absolutisht jo presion, po s'ka pasur asnjë shqetësim të shprehur as nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, as nga Bashkimi Evropian, as nga askush. Por ka pasur një presion të vazhdueshëm nga faktorë të tjerë, natyrisht të pa interesuar që ai port të jetë një histori suksesi. Rama përmendi edhe ndërhyrjen që do të bëhet për çmimin e naftës. Fakti është që kriza po shfaqet në të gjithë botën, po shfaqet edhe këtu, si rezultati i rritjes çmimit naftës. Një nga objektivat tona është krijimi i një faktori të ri në tregun e naftës, një faktori shtetëror, një force publike për të krijuar një kapacitet që të lehtësojë barrën mbi qytetarët. Partia Demokratike kritikoi qeverinë lidhur me situatën me çmimet e karburanteve. Eno Bozdonën, kryetari i Komisionit të Ekonomisë. Ditët e fundit, rritjet e menjëhershme dhe të njëkohshme të çmimit të naftës nga të gjithë tregtarët në Shqipëri treguan se kjo rritje është e organizuar dhe me shumë gjasa përmban element të kundërligjshëm. Për këtë i bëjmë thirrje autoritetit të konkurrencës të monitorojë sjelljen e kompanive në këtë treg nga shumë afër dhe të ndërhyjë menjëherë në rast se verifikohen situata kartel dhe abuzimi me çmimin e naftës si dhe të ushqimeve bazë të shportës. Opozita do të kërkojë që të ndryshohet ligji dhe të parashikohen ndërhyrje në raste emergjente. Ditën e hënë, grupi parlamentar i Partisë Demokratike do të depozitojë në kuvend një projekt ligj që do të detyrojë qeverinë në rastin e krizave energjetike të shkaktuara nga situatat globale, nga forca madhore, të marrë automatikisht masa për të mbajtur nën kontroll çmimin e karburantit. Që nga nisja e konfliktit janë evakuuar 17 shtetas shqiptar nga lindja e mesme. Shifrat i dha kryediplomati Ferit Hoxha, që raportoi në kuvend në Komisionin e Jashtëm. Pavarësisht vërtetësive, ministri i Jashtëm Hoxha tha se në plan për të larguar nga lindja e mesme janë edhe 45 shtetas të tjerë. Pavarësisht përkeqësimit të situatës sigurisë, ndryshe nga shumë vende të tjera, Shqipëria nuk ka mbyllur asnjë prej përfaqësive diplomatike në vendet e prekura. Në fillim të konfliktit, në momentin e përshkallëzimit, ne kemi pasur 2962 shtetas shqiptar në rajon. Me qëndrim të përkohshëm kemi pasur 543 shtetas. Këta janë udhëtar, ambasada ka kontaktuar nga të gjitha
individualisht 2511 shtetas. Janë larguar individualisht përmes kanaleve mënyra të ndryshme me zgjedhje personale 45 shtetas, janë evakuar me asistencën e shtetësve 3, 17 shtetas janë kthyer në këtë formë. Dita e 14 e konfliktit në lindjen e mesme, NATO neutralizoi një tjetër raketë balistike që hyri në hapësirën ajrore turke, siç njoftoi Ministria e Mbrojtjes në Ankara. Ky ishte sulmi i tretë me raketa i kapur nga forcat e NATO-s në Turqi, që nga fillimi i luftës së Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit me Iranin. Referuar regjimit iranian në Truth Social, presidenti amerikan shkroi: "Shikoni çfarë po ndodh sot këtyre horrave të çmendur. Ata kanë vrarë njerëz të pafajshëm në të gjithë botën për 47 vjet dhe tani unë si presidenti 47 i Shteteve të Bashkuara po i vras. Çfarë nder i madh është ta bëjmë këtë", theksoi Trump. Një shpërthim i fuqishëm ndodhi në Teheran në një shesh ku zhvilloi demonstrata vjetore pro-palestineze e njohur si Dita e Quds-it, e themeluar më 1979 dhe e promovuar nga Republika Islamike. Ndërkohë, Shtetet e Bashkuara konfirmuan vdekjen e 4 prej 6 anëtarëve të ekipazhit të cisternës të rrëzuar në Irak. Më herët amerikanët autorizuan blerjen e naftës ruse në tranzit për një periudhë të shkurtër e të kufizuar. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com. Në vim të traditës, Tirana organizon festimet për ditën e verës. Bashkia njofton se devijimi i trafikut nis në mbrëmjen e sotme në orën 22 për të zgjatur deri në orët e para të 15 marsit. Janë planifikuar aktivitete festive për të gjitha grupmoshat e për të garantuar mbarvajtjen e tyre, po merren masa në bashkëpunim me policinë e shtetit. Lajme nga rajoni. Serbia thotë se po përgatitet të mbrohet kundër aleancës ushtarake të Zagrebit, Tiranës dhe Prishtinës. Presidenti serb Aleksandar Vučić njoftoi se i ka bler Kinës raketa balistike supersonike, reagoi e shqetësuar Kroacia dhe raportoi te NATO. Parashikimi i motit. Vendi ndikohet nga kushte atmosferike kryesisht të qëndrueshme me kthjellime dhe alternime vrenësirash, nuk mungojnë rreshi lokale shiu që në orët e mesdites deri të pasdites në lindje dhe juglindje. Era fryn me shpejtësi mesatare 5 metër në sekond.